Për të gjithë ju që jeni të interesuar të merrni pjesë në trajnimin e parë në Shqipëri për lirimin e traumave, fajeve dhe lirim nga zinxhirët nga paraardhësit, në datën 23 dhe 25 në Tiranë nga afër, po gjithashtu për të gjithë personat që kërkuan të merrni pjesë ndërmjet platformës Zoom, nesër data 5 është dhe data 6 në orën 20 me orën e Shqipërisë deri në orën 24 dhe ditën e 6 maj në të njëjtat orë është e vërtet që ne nesër fillojmë. Dita e nesërme është gjithashtu dhe një portë hyrje energjie e madhe për në të gjithë rruzllin toksor. Dhe jo thjesht e zgjodha këtë ditë. Kush është interesuar akoma mund të arrijë të marrë linkun. Ky trajnim është me pagesë, por është një ndryshim energjie, ndarim energjie ndërmjet nesh, sepse në jetë që të jemi në harmoni, duhet të japim dhe të marrim. Të marrim, por të japim. Ndaj, për kohën dhe për gjithë rezultatet që do keni, kam vënë një shumë të vogël parash, si një terapi private, por vlerat e këtij trajnimit janë të shumta. Ndaj, kush mund të fillojë. Dhe di që është për të tërë guximtarët, si nga afër, si dhe nga platforma. Do mësojmë shumë gjëra dhe do punojmë shumë në thellësi. Diçka që mund t'ju them është si trauma dhe stresi, ankthi mbrapa asaj dhe në thellësi fshihet një traumë e madhe nga fëmijëria që është shfaqur në jetën e të rritëve. Do zbulojmë si trauma e patrajtuar dhe stresi kronik ndikojnë në mirëqenien tënde dhe janë shkaku i vërtet pas çdo lloj sëmundje. Ndaj, për të gjithë ju që keni probleme shëndetin, ky trajnim është i përshtatshëm për ju që të lironi traumat në brendësi. Çfarë do mësosh? Pse përjeton dhe si mund të largosh përjetimet e fëmijërisë dhe si ato kanë ndikuar në shëndetin tënd. Si të fitosh aftësi emocionale për një menaxhim më të mirë të stresit. Do mësojmë balancimin e ndjeshmërisë mes mendjes, emocioneve dhe trupit. Si bindjet shoqërore ndikojnë në mirëqenien personale dhe shumë të tjera. Si trupi juaj reagon në traumat, trashëgimitë emocionale dhe prindërimi dhe rrugën e shërimit. Ato që dua të ndalem është kjo pika e 4. Do të thënë, dhe dua të them që nuk ka asnjë ilaç që shëron traumat emocionale. Dua që ta shikoni. Nuk ka asnjë ilaç që shëron traumat emocionale, por ka një rrugë drejt shërimit, ndërgjegjësimit, pranimit, vetdashuria dhe lidhja e thellë me të tjerët. Kur filloj të pyesim çfarë më ndodhi dhe jo vetëm çfarë kam kur kam një sëmundje, ne kthehemi në udhëheqjes të vetes tonë. Shërimi, dhe këtu është pika kryesore për mua, shërimi ndodh kur kemi guximin të shohim plagët tona, të mos i fshehim dhe të kërkojmë ndihmë pa turp. Po ja u them dhe një herë, sepse kjo është për të gjithë ne shqiptarë dhe gjithë popullin, që fshihemi mbrapa gishtit dhe fshehim plagët tona. Shërimi ndodh kur kemi guximin të shohim plagët tona,
të mos i fshehim dhe të kërkojmë ndihmë pa turp, dhe mund t'ja u përsëris 100 herë këtë fjalë. Është një proces i thellë, por i mundshëm kur punoj me traumat. Nëse kuptojmë vërtet nga ku vjen dhimbja jonë, atëherë ajo ndalon se kontrolluari jetën tonë. Dhe unë jam këtu për ju. Ky është hapi i parë drejt lirisë të brendshme. Dhe dua t'ju them, ju jeni gati për të bëni diçka për veten tuaj dhe të vendosni si të shroni plagët tuaja sot nga vetja dhe nga paraardhësit dhe të zbërtheni zinxhirët nga e kaluara. Unë jam këtu për ju për në datën 5 dhe 6 për në platformën Zoom dhe 23 dhe 25 maj në Tiranë nga afër. Rezervoni vendin tuaj dhe ju lutem nëse doni të bëni një ndryshim, bëni këtë për veten tuaj tani. Fito lirinë dhe jeto dhe mjaft në rolet që të mbijetonje deri tani. Jam Merita Cake, personi i përshtatshëm që do të ndihmoje të gjesh dhimbjet dhe plagët tënde dhe t'i lirosh. Dhe mos harro se asgjë nuk ka filluar me ty, po ka filluar shumë më parë. E di që s'jam ajo që të flas bukur, por mund të flas bukur me shpirtin tënd, të kuptoj plagët tënde, sepse i kuptoj ato plagët tënde, sepse kam arritur të kuptoj plagët e mia, dhe e kisha shumë të nevojshme të kisha një njeri pranë, që të më fliste dhe të më ndihmonte për lirimin e tyre. Jam një person që i kam kaluar të gjitha proceset e vuajtjeve, dhe këto kanë qenë në fëmijëri. Por këto i kuptova kur u rrita dhe jam e lumtur që kam hyrë në këtë rrugë të zhvillimit personal dhe që punoj ditë e natë për veten time. Dhe ora në këtë moment është e kaluar 12 i natës dhe unë kam akoma natë përpara për të punuar. Dhe këtë e bëj për veten time dhe për të gjithë ju. Dhe thash, fjala kryesore dhe çelësi kryesor për të gjithë ne shqiptarët, pa përjashtim, sepse ne kemi frikë nga njëri tjetri dhe ata njëri tjetri jemi ne, është shërimi i çdo lloji sëmundje emocionale dhe trupore dhe të gjitha trupat tonë, ndodh vetëm kur kemi guxim të shohim plagët tona dhe të mos i fshehim dhe të kërkojmë ndihmë pa turp. Këtë fjali mos e harro, sepse akoma ne të gjithë kemi plagë, sepse jemi shpirtra të mëdhenj, nuk u lindëm kot në Shqipëri, kemi fuqinë e shpirtit shumë të madh, puna është të fillojmë të lejmë fajet, turpet dhe të guxojmë. Edhe ne brezi jon erdhëm të shkëputim këtë zinxhire. Ndaj ju pres është terapia e parë që mund të bëjmë të gjithë mrekullira. Dhe ju gratë mbani peshën më të madhe të këtyre plagëve dhe thërriteni që të arrini t'i lironi, ta bëni për veten tuaj, për paraardhësit dhe për fëmijët tuaj. Dhe ju kam thënë, mund të sillni edhe fëmijët tuaj. Jam këtu dhe për të gjitha çiftet, para se të sillin në jetë një shtatzani, të lirojmë traumat tona nga paraardhësit, që të fillojmë të bëjmë një shoqëri të plotë, të shëruar dhe në harmoni dhe në balancë. Sepse çdo gjë që kemi ne, me dashje pa dashje, i kalojmë në shtatzani tek fëmijët të embrionët që ne sjellim në jetë. Prandaj, nëse do të jesh mirë dhe të mos përcjellësh traumat tënde tek fëmijët e ardhshëm, edhe ti të vish si çift të bëjmë terapitë së bashku. Ju dua shumë, ju mirëpres, kërkoni link dhe pyesni për programin e këtyre ditëve. Faleminderit.